Taganin? Tagani ka e mirë. Sfida edhe kjo lufra ishte interesante. Ha? Lufra. Po. Pavarësisht se s'punonin dot të gjithë njëkohësisht, po ishte interesante si proces. Përfshirja të shëbanën krejt. Edhe kur vjen njëri shumë nga jashtë si duket. Po. Luis Franz lufra. Shiko. Shtaj me me lufra. Po, edhe 68 gradë, tani 41, tani ata të shkaj. Kur e kena prejt që ato të sofa të gjatit, kur ka thënë edhe 45 ditë dhëtë me frit, ta shluat? Ty të zash me ëngër. Do gjati sa shpejt për gjysore. Ja bashkë asaj kak si koncentratin marketa. Mirë, si kundër e ndoqët, në këtë pjesë të programi do të ndalemi tek zhvillimet më të fundit që lidhen me Big Brother VIP 5. Banorët një ditë më parë kanë qenë në lojën e rezistencës, të vendosur 2 nga 2 në kutit e xhamit, kanë rezistuar deri në orët e mëngjesit të sotëm dyshja Juela me Artanin, po ashtu edhe shëndriti me Selinën, teksa të tjerët u tërhoqën. Ka pasur debate të forta, veçanërisht mes Brikenës dhe Rogertit, ata të dy ndanë të njëjtën kuti në lojën e rezistencës, megjithatë Brikena u tërhoq, duke pretenduar se i ka zënë hapësirën Rogerti, madje për shkak të kësaj gare pati edhe një përplasje me Mateon që duket e ka zgjidhur tashmë. Gjithsesi, situatat më të fundit i diskutojmë në këto momente me Bruno Shemsho, influencer, mik e emisionit. Bruno, mirë se erdhe. Mirë se ju gjeta, përsëri. Pas televotimit të fortë, le të themi, ku Brikena arriti të qëndroj brenda shtëpisë, Gimbo doli duke lënë në fakt duke humbur mundësinë përfundimisht edhe për çmimin e madh. Si të duket situata brenda shtëpisë? Atëherë, situata duket sikur i ka dhënë një shtys të madhe Selinës që këtë javë të tregoj një version më luftarak të saj, më analizues, më të përfshirë në dinamika të ndryshme dhe dalje Gimbo, si thuaç, i ka bërë favor në lojën e saj, por në të njëjtën kohë kemi parë një Selinë të ndjeshme e cila ka hyrë edhe me rrëfimit në ekskluzive që pam në rrjetet sociale, ku është shprehur që nuk e di si do ta vazhdoj këtë lojë pasi Gimbo ishte, si thuaç, emocioni i saj më i bukur në atë shtëpi. Kam parë të përfshirë gjithashtu... Megjithatë e ka kapërcyer, mendon? Mendoj se ka kapërcyer, pasi loja vazhdon dinamikat e reja lindin edhe normalisht harrohesh pak për çdo gjë që ke kaluar, por normalisht Gimbo na jashtë e pret, kishte bërë një postim të tillë duke treguar dhe unazën në Instagram që është duke e pritur. Po, është shumë në rregull, mua më pëlqen shumë, më ka pëlqyer edhe brenda si duo, si çift. Pra një dasmë me jashtë shtëpisë. Me shpresën që po, pse jo? Po, pjesa tjetër e banorëve, raporti i shëndritit tashmë me Selinën, sfida e një ditë më parë duket i ka rikthyer në atë komunikimin që kishim. Shiko, pati një krisje. Mua më pëlqeu shumë pasi patëm një bisedë të gjatë me njëri tjetrin, Selinë dhe Shëndrit Lumi në këtë rast, edhe u sqarua në mënyrë shumë, si thua, qytetare për gjithë atë pjesë të kundërshtisë midis tyre. Shëndriti po bërë një lojë shumë të bukur, po i mungojnë dinamikat në atë shtëpi dhe duket më shumë sigurisht në funksion të lojës së Selinës në këtë rast. Edhe mendoj që edhe ai agravimi dhe çdo tension midis tyre përsëri kanë qenë në favor të Selinës, pasi ne dim të gjithë që Big Brotheri funksionon që edhe kur të sulmojnë ndonjëherë ti merr faktorizim në atë lojë. Ndërkohë, sa i përket raportit të Selin me banorët e tjerë, përplasjet apo provokimet që vjojnë të jenë të pandërprera nga ana e Rogertit, miri nga ana tjetër, si po e ndikojnë në performancën e saj? Atëherë, Rogerti është një fazë të lojës së vet i cili e ka pozicionuar veten në mënyrën më të saktë aty brenda dhe e di ku ndodhet në pozicion atë lojë, edhe është më i qetë kësaj ere, më i kalkuluar, më ironik, më në korniza, si thua dhe me fjalorin e kanë vërë ndaj të tjerve, madje kanë ngacmuar dhe Brikenën shpesh që unë e di që ti më pëlqen, e di që kemi një tension bashkë. Dhe kjo ishte arsyeja që krijoi pakënaqësi, krijoi një përplasje mes tyre, mes Mateos edhe Brikenës, për shkak se Brikena
supozohet sipas Mateos nuk do duhet ta pranonte fare sfidën me Rogertin? Po, Mateo përpiqet ta kontrolloj disi, ta mbaj në kornizat e lojës së vet Brikenën, por Brikena është ende e vetëdijshme, sidomos pas nominimin të fundit ku ajo ishte në nominim midis saj edhe Gimbos për të dalë nga shtëpia, ajo e di tashmë që nuk është më e fortë as nga Mateo dhe as nga Selin në këtë rast, që shpëtuan në televotimi direkt. Kështu që ajo e ka parë që kjo loje favorizon Mateon, kështu që ajo po përpiqet që të krijoj lojën e saj dhe me kë më mirë mund ta bëj këtë gjë se sa me Rogertin. Mateo nga ana tjetër përpiqet që ta ndalojë këtë gjë, kurse ajo do të vazhdojë lojën e vet, të krijojë dinamikat e veta dhe këto kundërshtit me Rogertin dhe me gjithë të drejtën e plotë të saj, pasi ka hyrë vetëm në atë shtëpi dhe do të fitojë çmimin në fund. Si të duket marrëdhënia e tyre në këto momente? Marrëdhënia e tyre më është dukur siç ka qenë në fillim. Domethënë, unë nuk i kam besuar kur kësaj dinamikës në çift të tyre, nuk janë çift, ajo tani në fundi ka thënë madje që ne jemi shok, ja ka prerë shpresat si thua, kemi pëlqim për njëri. Kur e bëri këtë? Sot e ka bërë. Ne jemi shok, i tha, edhe kemi pëlqim për njëri tjetrin, po shok. Mos i ka dhe strategji këto për të kapur Prime-in? Pikërisht, pra, një ditë para Prime-it është pajtuar tashmë me Mateon. Kjo ndodh gjithmonë edhe shohim një video të ri përsëritur duke thënë që ndodh përqafim midis Mateos dhe Brikenës. Sepse është një video e njëjtë çdo ditë, sidomos para Prime-it me të njëjtat lëvizje. Dua të ndalem tek një përplasje mes Stenaldos dhe Rogertit, madje i është kujtuar edhe takimi me vëllain e tij që të takojë fillimisht në mes me Xham. Si po të duket Stenaldo, në debate është parë mbrëm edhe me Edisën nga ana tjetër, ndoshta të provokuar nga Edisa, gjithsesi po rikthehet në vëmendje këto ditë. Atëherë, Stenaldo normalisht përpiqet që të bëjë një lojë të tillë që të bet faktor në atë shtëpi duke u përfshirë në dinamika dhe në këtë rast me Rogertin, por nuk duhet të harrojmë diçka që ka qenë Stenaldo i cili e përgëzoi në këtë rast Rogertin për takimin e tij me vllain dhe që dha një shembull të mirë direkt pasi bëri takimin. Dhe shpoj i njëjti Stenaldo i cili thotë ata të vendosën Xham sepse vëllai s'donte të takojë me ty edhe diçka të tillë. Kështu që nuk është koherent as pak në deklaratat e veta. Këtë gjë kemi parë nga banorë të tjerë të cilët kanë qarë me historinë e Artanit, po e kthej pak më pas në kohë, edhe më pas sa hyn Artani ja kanë përdorur për keq, i kanë ofenduar gruan, marrëdhënien e tyre bashkëshortore. Le të themi kundërpërgjigjes, edhe Artani ka qenë iniciator. Artani ka qenë iniciator dhe shpesh është bërë në pikpyetje në qoftë se është në kufi të asaj vijës së kuqe që nuk duhet shkelur, sidomos herën e fundit që ka bërë një deklarat, një referencë nga një film i 92-shit ku Vdekje Kalit quhet, që ka thënë që ka përdorur një shprehje banale, e ka quajtur domethënë siç ishte quajtur në film. Shumica e komentatorëve dhe me sa kanë parë opinionistëve mendojnë se i është drejtuar Brikenës me këtë gjuhë. Madje Mateo ishte i agravuar. Nuk e di nëse ka qarë për këtë pjesë, sepse është shfaqur duke qarë jashtë shtëpisë, por mendoj që nuk e kanë kuptuar referencën. Është thjesht një referencë filmi ku trajtohet pjesa që me anë të pushtetit i përpiqesh të manipulosh një grua që e martuar tek ai film edhe ti kërkosh favore. Artani ka përcjell pa e ditur se çfarë përcjell. Ai e ka thënë genuine, se është një njeri i cili normalisht në vitet 92 shumica atje nuk kanë lindur në atë vit dhe jo më të dinë filmat edhe çdo gjë. Po ai e ka përmend që kjo është referencë filmi nga filan film. Ata nuk kanë dashur ta dëgjojnë normalisht dhe kanë vazhduar me linjën e vet. Mirë, janë në televotim 5 banor, është Artani një prej tyre, është Nikol, është Rogerti, është Selin, po ashtu, në fakt nuk e kujtoj banorin e fundit. Stenaldo. Po. Cili prej tyre është me rrezikuar? Është e dukshme që është Nikol në këtë rast, pasi midis këtyre banorëve i vetmi person që nuk ka shumë gjyra, le të themi, ose shumë çka të përcjell në atë shtëpi është Nikol. Nuk pati kohën e dur, edhe nuk mendoj që duhet të dalë Artani, sepse jam midis Artanit edhe... Po debati apo provokimet për një trekëndësh të mundshëm me saj, Stenaldos, Malit, dy prej shokëve që duken si hija njëri tjetrit tashmë brenda shtëpisë. Po, unë mendoj që të dy djemtë janë mjaftueshëm të zgjuar në këtë rast, që kur një vajzë thotë që pse më ofendoni, sikur unë mund të kem diçka me ta, kur në të vërtetë nuk është ofendim të pëlqesh dikë dhe ajo e paraqet në këtë formë, nuk besoj që asnjëri nga ata të dy do dojë të krijojë trekëndsh të tillë, ku të duket si turp që një vajzë e re, supozohet single, të ketë një raport me çunat aty.
një ndjesi. Pra del Nikol. Nikol, Nesër, mendoj. pritet të ketë rikthime apo hyrje të reja, Bruno? Nuk, shiko, është një pyetje që ma kanë bërë edhe konkurentët shpesh që kanë qenë brenda Big Brother, ç'a mendon do ketë rikthime dhe i kam dhënë këtë përgjigje që ka ngel vetëm më pak se një muaj në mos gaboj para se të shpallet fituesi këtij edicioni. Edicionet e mëparshme ka pasur. Po, kush do pranoj që të futet kot, sepse nuk do fitoj diçka. Shumica e tyre që kanë dalë nga ky edicion vazhdojnë rrugtimin jashtë, e kupton jetesën jashtë, dhe nuk besoj se janë shumë të mezi po presin që të hynë përsëri brenda. Dhe nuk do bëni ndonjë ndryshim, kështu që këdo që të fusin nuk e di. Si pritet të vijojë më pas çështja e nominimit atyre që do të lënë shtëpinë? Për shembull, pjesa më e madhe analizojnë që janë disa banorë të cilët do duhet të kishin dalë prej kohës, megjithatë rrethanat, fati, mënyra se si është shkuar në televotim, në nominim, i ka bërë që të vijojnë të qëndrojnë brenda shtëpisë edhe pse nuk kanë pasur aq shumë dinamika sa pjesa tjetër. Unë analizoj në këtë formë që si në çdo Big Brother do vi një për shembull një nominim i rrufeshëm që mund ta bëj Selin me një kuti Pandore, e cila do fusë nominim. Ke ndonjë informacion? Jo, apo thjesht analize imja si po pra ka ardhur normalisht se është një nga konkurentet që edhe ka fituar dhe sfidën kësaj radhe. Merret ndaj mirit. Ajo mendoj që do nxjerrë Juelën. Na ky nominim që ajo do bëj, do fut Juelën, ndoshta Mateon dhe do heq krahun e Rogertit që është Juela në këtë rast. Dhe mirin jo? Edhe mirin jo, sepse s'mund ta dëmtoj, edhe mund ta fus në nominim, po kot sa ta fus, sepse nuk mund ta dëmtoj në këtë formë në moment që fut dhe Juelën brenda. Kështu që do jetë një hakmarrje për faktin që ka dalë Greta, ka dalë Gimbo, edhe do i pres krahët Rogertit në këtë rast, që Rogertit t'i shtrohet rruga për finale. Pra, interesi i saj në këtë moment është më shumë të shohë jashtë Juelën se sa Rogertin apo mirin? Po, normalisht. Sa? Gjithë dinamikat më të forta që i ka pasur fal marrëdhënies me mirin edhe marrëdhënies me Rogertin, i cili ka sulmuar. Pra, i duhen duam s'duam, edhe kundërshtar të fortë duhen atë lojë. Kështu që kështu e analizoj. Bruno, shumë kënaqësi të të kisha në studio. Kënaqësia ime gjithmonë. Mirë, ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, si kundër Enisa, dua ta mbyll me një urim për të gjithë besimtarët musliman në këtë ditë të shenjtë, gëzuar Fitër Bajramin, Zoti pranoft agjërimin, lutjet, por edhe të gjitha veprat e mira që keni bërë për njerëz në nevojë. E pikërisht për këta të fundit shkojnë lutjet tona gjatë kësaj dite. Begati, paqe dhe mirësi paçi në çdo ditë në vatrat tuaja familjare. Faleminderit që na ndoqët, shihemi të hënën, natën e mirë.